Tu në Kroaci. Po, kam 17 vite. Po, si shumë kjo puna barazisë gjinore. E ndëgjon një lajm kur gruin e vran burri ose jo me xhelozu, po me pas zili për të mirë. Duhet domethënë gruaja me qenë shtylla kryesore e edukimit të këtij shoqërisë. Investimi më i madh në jetë është në fëmijë. Kur investon në shkolla, thashë një shprehje në Kroaci, tri kande të shtëpisë i man gruaja një burri. Mirë. Kompliment ta jam asfori. Faleminderit. Rikajt pra vjen. Në Prishtinë jetoj po. Sa ka barazi gjinore mes një grua dhe një burri? Në Kosovë. Po mendoj pak është e përzime se tash jemi të më nuk shumë me pas ashtu barazi edhe pak është bo si shumë kjo puna barazisë gjinore. Apo pra për mendimin tim, unë kum jetu një kohë gjatë jashtë, mendoj që është mirë, pak ka përparu sikur si ka qenë kur kam qenë mare, por prap duhet shumë punë, ama kur dëgjon këto vrasjet e këto atëherë më njëherë prap tërzohet ajo. E shen domethënë e ki një presidente ose i ki gratë shkollume të janë shumë përpara, mandej e ndëgjon një lajm kur gruin e vran burri ose që ka dhe në botë, s'po mendoj që veç te na, po prap duhet shumë punë mendoj për ta thonë. Barazi gjinore mirë, ka edhe prej trive, mendoj që shumë i respektojnë gratë, kanë se disa e kuptojnë që atë barazin gjinore, apitin grave dhe të burrave, unë shoh shumë gra që janë edhe këtu punojnë, kryejnë shkolla, janë shumë të afta për jetë, edhe jetojnë edhe vetë, mujnë me ngrit edhe familje vetë, pa burr për shembull, nëse veç janë ndamje ose diçka. Mendoj që është mirë për një shtet i vogël që kemi qenë shumë të mbyllur, as kemi dalë jashtë viza, s'ka pas, domethënë është një pas lufte, shumë sene ka ndryshuar. Mendoj që është mirë, pozitiv. Te i diko, prap ka punë, për mendimin ta. Të tha që kjetu jashtë? Kam jetu në Kroaci. Po, kam 17 vite. Punu atje? Po, kam punu me burrin, kam lindë fëmijët atje, tash jemi në Kosovë. Edhe këtu gati më kanë bërë 17 vite. Po. Që ke edhe nanë, mrekulli? 3 fëmijë, 2 vajza, 1 djalë. Keni me gjatë? Andukon, të ka qenë mbështetja më e madhe që keni pasur në jetë? Merita më e madhe. Edhe mbështetja juaj? Mbështetjen gjithmonë e kam pas për familjes, për burrit, për fëmijëve të mi, sa atave që janë tritun tash, edhe shpresoj që kanë me pas edhe një ardhmë që i kam pru këtu në Kosovë, megjithëse një vajzë nuk jeton këtu në Londër. Shpresoj për ata më të mirën edhe për krejt rinin kosovar. Na me burrin tam kemi kontribu këtu, mu më pëlqen tash në Kosovë shoh një të ardhme, prapë për thëmë ka shumë punë, po me dasht, mujnë me bo, se ka rini, ka njerëz zhut, ka pozitivitet. Është një popull shumë, kur i shek këtu ka shumë rini, shumë njerëz që dinë, që dojnë me punu. Pa i kom pru fëmin këtu, Po. a i kira pishman. Ose a kanë dona sebre ma, më na prune këtu. Na prune këtu, po i kanë thonë, kjo vajza madhe ka qenë ma e madhe kur ka ardhur, mirë po dhe ajo është këtu shumë e suksesshme, ka bo punë, është doktoresh, edhe tash na jemi shqiptar të ke fundit, na i kemi pru për që ata, jemi ardhur me një vend ku folet shqip, ku prapë është zgjedhja atyre, që kjo vajza dytë, edhe pse ka kryer atje në Londër, e ka kryer në Angli shkollën, vazhdon me jetu atje. Domethënë për momentin nuk po ka dëshirë më kthyse dhe u mësu nashta pak atje. Kjo është, mendoj që Çfarë bën një femër, një grua të suksesshme? një grua e suksesshme në ditë sot për kohërat tona, mas pari mendoj shkollimi nuk do me thonë edhe krejt, po jo ashtu si kanë qenë përpara pa shkollë, mi mbajt familjen, mi mbajt fëmijët, me eduku mirë që mes me deviju fëmijët, me qenë një familje shëndosh në plot kuptimin e fjalës. Jo me thënë veç që na përparohem, për imitojmë Norvegjin, Suedin, se kom pa shumë botë, kom shëtit shumë në botë edhe i di qysh funksionojnë familje. Kosovarët duhen me qenë të lumtur që prapë të na është një familje shnosh të diku krahasu me vendet tjera që kanë arrit ata, normal që na s'mujmë arrit nivelin e aty në ku janë, mirë po kemi prapë një familje të shëndosh, kemi disa fëmijë që është që ato me i rujt sa mundesh me investu në fëmijë. Unë e mendoj si vetë që kemi bërë. Investimi më i madh në jetë është në fëmijë. Kur investon në shkolla, e në ata. Për mua është çaja.
krenaria më e madhe për mu edhe për burrin tam, se na kemi investuar në fëmijët tonë. Me kryshkull. Që po investojnë në fëmijë familjar. Po unë të shenjë dhe gjaj kush ka mundësi, po. Këtu tash dorën zemra është edhe një vend që për një maj nuk kanë kushte shumë, nuk kanë të ardhurna, dihet që janë rrogat e krejt. Ka mundësi, bojnë. Ama fëmijët tonë, në familjen shumë dishëm, shumë din, ka që edhe fitojnë bursa, është shumë mirë, qata fëmijë me kontribu në vend tonë, se mundet më bo shtet i vogël, ka mundësi, ka potencial, për më bo ma mirë. Ama me qenë gjithë bashkun, jo me ndëgju vetëm keq për njëri tjetrin, edhe unë që ajo thamë gjithmonë për Kosovar, është më e keqja që na njëri tjetrin nuk e përkrahin, të mirin. Mi japë të mirit, mi përkrah, dhe më thonë, me qenë, kër është dikush që është i suksesshëm, mi u afru, mi bashkën gjithë, me ndimu me bo dhe ti si aj. Jo mi gjelëzu, po me pas zili për të mirë, që ashtu kanë qenë kratë. Pse e tha shumë mirë këtë gjë. Pse domethënë nëse kush ka arritur lart, na domethënë e kemi atë xhelozin që nuk na pëlqen nëse ka arrit nalt. Se di, e kemi, më duket historikisht si popull jemi, kur është e histori, unë gjithmonë i thëmë edhe fëmijëve të mi, gjithmonë ka qenë ajo, këta e kanë pas një lloj xhelozie, shqiptarë, s'di pse, edhe nëse dikush bën mirë për që vend, është u bo diçka mirë, ti ki me gjetë diçka me fol keq ose më qumë, nuk janë si grup me punu. Dhe më thonë, unë e di një sen, ti e di në diçka dhe pi bashkojmë qëto dijet tona dhe bëbojmë diçka për këtë vend. Ose për fëmijët tonë, për këtë. Ti përboj suksesi dikujt nëse ka arritur. S'po di, është diçka unë për veti nuk e kam. Unë kam qef me pa këtë vend krejt që janë shumë me kushte, krejt me shtëpia, me punë, me gjitha të mira, se kam qef me pa mirë. Po tash njerëzit janë nashta dhe se di ka e anë, kur je shumë, kur një kohë je shumë i varfër, ose s'ki kur gjo nashta mundet me tarë, me gjithë se s'dë me thonë, ka njerëz që janë bashkë të varfër nuk janë gjeloz. Ose është dikush që i ka krejt, është që i thojnë të na, i panginë, është ashtu gjithë mendon diçka dush me pas. Ama unë mendoj që i lumturia më e madhe është kur i ki për fëmijë, për një nanë, si unë që jam, kur i ki fëmijët e suksesshëm, kur ki shëndet dhe burë edhe kur jeton me një vend, unë them që ka shumë për më bo, ama ka potencial. Se di që është një që kemi rini shumë dishme, njerëz i kumpan në bazë që kanë shku fëmijët jashtë, isha që janë shumë dishëm krahasim me jashtë, se nuk janë ata qash më të mirë se tonë. Do më thonë me çfarë kushte janë këtu, edhe kur shkojnë jashtë, do më thonë e tregojnë një sukses. Çfarë bisede këndshme. Unë po më je keq që përfundoj këtë bisedë, mirë po du një mesazh për një grua aq të fortë, ta marr një mesazh për gjithë ato gra, për gjithë ato femra, ju si një grua shumë e fortë edhe e suksesshme. Unë mendoj që familja rrjedh pikërisht për gruas. Thashë një shprehje në Kroaci, tri kandet shtëpisë i man gruaja një burri. Edhe nëse është burri shumë i suksesshëm, nëse gruaja nuk i man fëmijët, nuk i edukon që ata fëmijë nes mas nes, edhe neve me pa, edhe na mja pa që thojnë hajrin që aty ne, duhet do më thonë gruaja me qenë shtylla kryesore e edukimit e krejt shoqërisë. Nëse gruaja tregon diçka mirë, do më thonë fëmijëve i edukon në mënyrë drejt, atëherë na kemi me pas se vendi ku është gruaja zhvilluar, edhe që i mban familjen, çaj vend ka përpara. Do më thonë vendet ku janë gruaja shtypur, nëse ti e shtyp prapa me tunit, atëherë çaj vend nuk ka sikur që kemi pas. Do më thonë kemi qenë mjaft shtypur, na pri luftrave, jo veç për tash në familje burra, po dhe politikisht. Është koha kur gratë tona edhe kemi nana, gra shumë të forta, të zoja që, edhe është mirë më jap përparësi, drejtësi, jo gjithmonë me sulmu gruan këtu. Ala ka, e di që është një shoqëri patriarkale, ala ka shumë sende që thojnë a kështu apo ashtu. Mirë po edhe të na, si në çdo vend është transformimi i madh. Tash e shohin i marrin disa të jashtit që janë shumë të përparuar, për vend tonë nuk bojnë. Duhet një mesatar, një kulturë, ajo duhet me kohë, më arrit. Unë i them grave kosovare në të mësojnë të rejat, kryejnë shkollë, bëhen pavarëne për veten, për mi mbajt edhe familjen e vet, nëse nes mas nes kanë me pas familje. Çka do që të vendosin ato, është e drejta atyre. A dojnë më martu, a s'dojnë më martu, a qysh dojnë me jetu, veç me qenë
Zoja me kontribu për këtë vend, edhe për familje normal, kush ka familje. Uroj më të mirat, një jetë, suksese, shumë kënaqësi të bisedosh me juve. Faleminderit shumë për kohën Faleminderit që shumë, ndajmë ne. faleminderit. Shumë faleminderit. Mirë Kalofshi pafshim. mirë, shumë faleminderit.